Përshëndetje, unë sot jam në një shtëpi dhe të pastroj dhe sot do ju tregoj mënyrën se si unë e pastroj këtë sitën. Për pastrimin e sitave kemi shumë mënyra. Një ndër këto është edhe kur sitat janë që nuk hedhim dot ujë, e bëjmë me këtë veprim. Në fillim marrim një sipër. Pastaj, në një pecet të lagur, e sprucojmë. Dhe pastaj e shkojmë shtyp. Kjo është një mënyrë, do me thënë që nuk mund ta heqim dot sitën. Mënyra e dytë është me heqjen e sitës. Fusim dorën këtu në mes, ja kështu. Këtu është mesi. Edhe do ta kapim, do ta ngrejmë çik lart, ja. Kështu, lëviz. Edhe do ta ngrejmë sipër. Edhe komplet. Shikoni. Edhe këtë pastaj mund ta lajmë me ujë të bollshëm. Edhe ujë shkon këtu për klima. E zbusën. E sprucon me këtë ilaç. Dhe në mënyrë delikate do ta bëjmë me këtë fuçën. Avash, jo me shumë forcë. Vetëm sa të fërkohet dhe të dale plohore, të zbutet plohore dhe të dale. E bëjmë dhe nga ana tjetër. Shikoj. Është gjithë plohor. Këtu ja bëjmë lëvizje të lehta që mos prishim sitën. Tani mua s'ka kusht ma mbaj kamerën, prandaj po. E kështu pra gra, kur kemi sita që nuk mund të derdhin dot ujë, atëherë e heqim sitën, e lajmë te banja dhe e vendosim prapë në vendin e vet. Ndërsa kur kemi sitat në një balkon që mund të derdhim ujë, atëherë ose i lajmë aty ku janë sitat dhe ushojmë ujë, ose i heqim, e lajmë mirë poshtë në balkon, dhe pastaj vendosim prapë në vendin e vet. Ja, kaq ishte, nuk është shumë e vështirë.